Okej, miq, të nderuar shikues, zonja Zotëri, u rikthehemi në studio tashmë, vazhdojmë transmetimin tonë drejt për drejt, jemi të parët. Kemi rreth 20 minuta në dispozicion, të cilat ne do t'ja kushtojmë, sikur se thash, ditës botërore të melanomës, dhe do flasim për melanomën. Çfarë është? Ka të bëjë me lëkurën sigurisht. Është tumori i lëkurës sa qetësori, po unë s'kam informacion për të vërtetës dhe ne vazhdojmë ngelemi në kuadrin e informacioneve qyl. Duro, le ta marroj fjalin nga fillimi në fund, çmene. Paske edhe në natë e miro t'i ashtono. Violeta Daqi, dermatologe në studion tonë. Doktoresha, mirëmëngjes, faleminderit që jenë në studion tonë. Mirëmëngjes, kënaqësi. Doktoresha, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Tani çfarë është kjo smundja të futemi direkt pyetje se sekonde. Çfarë falem intonacionin çfarë është postim seriozisht se kam frikë smundjet e lëkurës, sepse të prishin edhe Terezinë edhe Unë kam frikë gjithë smundjet të marrin edhe jetën. Të marrin edhe jetën, pas ka të keq në ato. Unë kisha frikë vetëm për brukurin fillim, nga që. Për kë kishe brukurin? Brukurin. Doktoresha, kush janë këto simptomat e para, lutem, të kësaj lloji smundje dhe çfarë është, se jam shumë kurioz. Melanoma është një kancer i lëkurës, që është një kancer shumë i rrezikshëm dhe kancer vdekjeprurës. Qyqa. Është vdekjeprurës, të gjithë kanceret kanë një emër të rëndë të frikshëm, por lëkura ka disa tipe kanceresh, por melanoma është ajo që është me të vërtet shumë e rrezikshme për jetën dhe të merr jetën. Të merr jetën për arsye sepse ai është një kancer që invadon, që migron, që lizat e saj migrojnë dhe shkojnë dhe japin metastaza të shpejta në shumë organe, në të gjitha organet e trupit të njeriut. Po, melanoma në vetvete është një sëmundje që vitet e fundit është përhapur me shpejtësi të rrufeshme, dhe gjëja më e keqe është sepse ajo ka filluar të kap moshat, në qoftë se përpara ishte moshës 30-50 vjeç, si patologji që prekej në këtë grup mosh, tashmë ajo është ulur në moshën 20 vjeçare. Dhe për këtë arsye është akoma më e frikshme, është akoma më e rrezikshme. Po mirë, a ka në një moment, i sekundë, ta bëjdo një pisë, na të smerroj doktoresha me këtë që fillim. A ka në një mundësi atëherë se si mund të ruhesh nga kjo? Patjetër që ka dhe falë këtij ndërgjegjësimi ose kësaj lloj pune që po bëhet, fushate që bëhet, 2 vitet e fundit vjetre në të gjithë botën, një ulje e numrit e rasteve të reja me melanom. Pikërisht falë punës që bëhet për ndërgjegjësimin e popullsisë në përgjithësi dhe të moshave që ka një predispozit për ta patur këtë patologji, ka rënë numri i të prekurve nga melanoma. E fillojmë me lëkurën, domethënë çfarë lloj lëkure, cilat janë, po themi, lëkurat që janë më të predispozuara? Më të predispozuara janë lëkurat e bardha, lëkurat e tipit të parë, të dytë dhe të tretë, ku futemi dhe ne, dhe të vendeve nordike kuptohet më shumë, dhe më pak të prekur janë lëkurat nero, lëkurat e zeza. Ti që ke më pak, o zotri? Jo, unë tamam, unë jam... Je më imbrojtur. Je më imbrojtur se mua. Se të është më imbrojtur se ty, pa. Janë gjithashtu persona që kanë predispozit familjare, që do të thot persona që kanë patur histori familjare, që kanë të afërm të gradës së 2 të 3 dhe të parë kuptohet me melanoma. Se trashëgohet kjo? Sepse po, trashëgohet. Janë të gjitha tipare që trashëgohen në lëkur. Janë persona të cilët kanë më shumë nishane në trupin e tyre. Pra simptomat e kësaj janë nishane? Këto janë predispozita. Kush është më i predispozuar për të bërë melanom? Por kjo nuk do të thotë se nuk janë dhe personat e tjerë që rinë pa kriter në diell, të pambrojtur, persona që kanë edhe që ja detyron dhe puna dhe kushtet e jetesës që të rinë të ekspozohen për kohë të gjatë në diell, dhe këta persona janë shumë të rrezikuar, ndaj dhe në këtë pjesë bëhet lufta më e madhe. Lufta kundër melanomës drejtohet si në ndërgjegjësimin në edukimin e popullatës për mbrojtjen ndaj faktorëve që e shkaktojnë, si edhe në ndërgjegjësimin dhe edukimin e popullatës për të dalluar kur një nishan, ose kur duhet të shqetësosh, kur një nishan ka pësuar ndryshime, kur duhet ta vlerësosh si të rrezikshëm dhe kontrollit periodik që duhet të bësh tek mjeku dermatolog. Është thelbësore të kuptohet që diagnozën e melanomës e vë mjeku dermatolog. Por kjo nuk do të thotë se për nishanet nuk duhet të shqetësohen mjekët e familjes, familjarët dhe vetë personat. Në qoftë se vën re një ndryshim në një nishan, sado i vogël të jetë, patjetër duhet menjëherë t'ia drejtojmë këtë person menjëherë mjekut dermatolog. Ndryshime për masa në ngjyrë, kush
Ka një kriter që quhet shkalla ABCD, tani më është futur dhe EJA. Këto janë kriteret të njohura në të gjithë botën dhe është një vlerësim ndërkombëtar i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Me A kuptohet asimetria dhe kjo është bërë edhe për të mbajtur një çik më lehtë mend. Janë pra 4 kriteret bazë që është asimetria. Nëse neve kemi një nishan, ai duhet patjetër të jetë i rregullt. Në qoftë se paloset, po ta imagjinojmë një palosje, ai duhet të paloset në katësh dhe të mos ketë ndryshime, si të palosësh një rreth, po themi, ose një rom, por mjafto që të 4 anët të palosen, të jenë të bien njëra mbi tjetrën. Asimetria, pra kur të dyja boshtet që hiqen pingulmi njëra tjetrën të përputhen. Me A ishte asimetria. Me B janë border, ose ndryshimi i bordurave. Në qoftë se shikojmë se një nishan fillon të rritet një cep në një anë, një krah në anën tjetër, duhet patjetër të shqetësohemi dhe për këtë faktor. Me C kemi ngjyrimet. Zakonisht nishanet, të gjithë kemi parë nishane dhe dim ta vlerësojmë këtë gjë, ka një ngjyrë kafe, të errët, por të ndryshueshme në lehtësisht. Në ngjyrime të kafes të ndryshme. Në qoftë se do të shikojmë se këto ngjyrime shtohen, do me thënë ka dhe të kuqe, ka dhe të bardhë, sidomos e bardha në qendër që flet për një regresion të shpejt të nishanit, të bardhën ka ngjyrime blu ose ngjyrime të tjera, do me thënë në qoftë se ndryshon kolorin, patjetër duhet të shqetësohemi. Dhe D-ja është diametri. Diametri i një nishani, në qoftë se kalon është një kriter me 6 mm, ose e thënë më thjesht dhe merret si shembull, sa goma e lapsit të plumbit, që njerëzit mund ta dallojnë kollaj, dhe kjo është bërë pikërisht ky lloj vlerësimi është bërë që njerëzit edhe vetë në shtëpi të dalin përpara pasqyrës dhe ta vlerësojnë ndryshimin në një nishan. Në qoftë pra se madhësia e nishanit e kalon këtë gomën e lapsit, atë rrumbullakun, prap duhet të shqetësohemi. Dhe ja, pastaj është evoluimi, që do të thotë shtrira në thellësi dhe në gjerësi, por që ky është një vlerësim që në fakt bëhet më tepër nga mjeku se sa nga vetë pacienti. Çfarë është nishani vetvete? Unë asnjëherë nuk e kam pasur të qartë. Çfarë është nishani lëkurë? Nishanet janë nevuse të lindur, që mund të jenë të lindur dhe mund të jenë të fituar gjatë jetës. Kryesisht njerëzit mund të kenë nishane, mund të kenë 1-2, por mund të kenë dhe mbi 50. Dhe mundësia e formimit të melanomave rritet në bazë të shkallës së rritjes së sasisë së këtyre nishaneve. Nishanet janë grumbullim i melanociteve. Melanocitet janë qeliza që zhvillohen në shtresat e lëkurës, dhe në fakt këto lloj qelizash, melanocitet, janë ato që bëjnë edhe mbrojnë lëkurën ndaj rrezeve të diellit. Janë ato që i kthejnë rrezet e diellit që nuk i lejojnë të depërtojnë dhe të djegin lëkurën. Por në rastin e nishaneve, ato janë më të grumbulluara, sepse si këto që janë në nishane, që duke në ngjyrë të kaftë, neve kemi në të gjithë lëkurën tonë. Por janë të shpërndara në mënyrë fiziologjike dhe që nuk duken me sy të lirë. Kjo është nishani atëherë. Më prodhimi i shtimi mitoza e tepruar e këtyre melanociteve bën që të prodhohet më shumë melanin dhe pastaj shtohen melanocitet. Shtimi pa kriteri melanociteve që ndodh kryesisht tek persona që ekspozohen pa kriter në diell, që do të thot në pikun e rezatimi, që është ora 10:04 pasdite, që është absolutisht e ndaluar të ekspozohesh në diell, por dhe në qoftë se duhet të rish, me masa mbrojtëse mund të rish. Patjetër që do të rish duke përdorur kremra çdo orë, ata që janë më të riskuar, çdo 2 orë të tjerët, ose kur del nga uji sërish duhet edhe shkremin, ose fëmijët e vegjël në mënyrë kategorike në këtë periudhë nuk duhet të rinë, duhet patjetër t'ju hedhim një robë. Sepse në vetvete këto melanocite nuk është se shtohen brenda një dite, ose brenda një periudhe, një vere, të themi që jemi ekspozuar. Ato janë akumulim i viteve në vazhdimsi të jetës, gjatë ekspozimeve të zgjatura ose me kohë të shkurtër në diell. Po, ndikon grumbullimi i melanocideve, pra këto nishanet mund të kthehen në melanom pastaj? Patjetër. Këto nishanet
janë grumbullim melanocitësh. Dhe më tepër se sa në zonën tjetër të lëkurës. Dhe në rastet kur këto nishane nuk mbrohen, por ekspozohen në diell pa faktorin mbrojtës, janë faktor risku, do me thënë, ja ke nxjerrë vetë dielli që të ta krijojë melanomën. Gjithmonë nishanet duhen mbrojtur më shumë se pjesa tjetër e lëkurës. Neve rekomandojmë në fakt në qoftë se për gjithë trupin mund ta përdorësh kremin 2 ose 3 herë në ditë, sepse duhet të kuptojmë, ne duhet të marrim rrezë dielli, ato janë shumë të shëndetshme, por duhet të mbrojmë nishanet. Nishanet duhet t'i lyejmë çdo orë me krem, me majën e gishtit, ju them unë pacientëve të mi, duhet patjetër t'i bësh të gjithë nishanet me krem me faktor të lartë mbrojtës. Po doktorë, kisha një pyetje, ne deri tani kemi folur për nishanet, por ka shumë llojshmëri nishanesh. Për cilën lloj nishanet po flasim? Për këtë që ka mund shumë në fytyrë, këta nishanet e dalë? Jo, këto janë fibroma, nuk janë të rrezikshme, nuk kanë grumbullim. Nuk po flasim për këtë lloj nishani. E kuptoj, por një ndërtoj që ne mund ta fokusojmë. Si doktor. Po softuritore. Ato nuk janë nishanet të rrezikshme, ato nuk kanë grumbullim melanocitësh, me të vërtet janë të ngritur mbi lëkurë dhe duken në të kafë, por nuk janë të rrezikshëm. Nishanet e rrezikshëm kryesisht janë të sheshtë me lëkurën, janë në ngjyrë kafe të errët, por po të shikohen në dermatoskop. Dermatoskopi është një aparat shumë i rëndësishëm për dermatologun, për të vënë diagnozën, dhe është ai që e vë diagnozën i pari. Jo me hamendësime. Me hamendësime, dermatologët me eksperiencë e vën, por jo gjithmonë. Ka dhe nishan shumë të vegjël, ose që mund t'jenë në atë masën që unë ju thash 6 mm, që shpeshherë po, dhe është dermatoskopi ai që e vë diagnozën e saktë. Ka disa kritere dermatoskopike të cilët vën diagnozën e melanomës. Dhe kontrolli me këtë dermatoskop shpëton jetën. Neve për këtë luftojmë dhe dita botërore, ashtu siç është dita e diabetit, që është thjesht për të ndërgjegjësuar persona. Për të rikujtuar edhe një herë ose dita e kardiologjisë e tjere e hemofilikëve, dhe kjo data 5 maj është dita botërore e melanomës, dhe në përgjithësi gjithë maj është një muaj ndërgjegjësimi. Muaj ndërgjegjësimi për t'i bërë njerëzit të jenë të kujdesshëm, si ndaj mbrojtjes nga dielli, po si edhe për të kontrolluar, për të ruajtur nishanet e tyre. Kur duhen normalisht për të bërë kontrollet rutinë, ne e dim që ka kontrolle rutinë, ne vazhdojmë të bëjmë thirrje shqiptarëve çdo ditë, çdo mëngjes, ju lutem kontrollohuni, ju lutem kryeni kontrollin e trupit tuaj. Se jemi të predispozuar të çojmë makinat për t'i kontrolluar dhe veten tonë e lëm bazdore vetëm kur na dhëmbin gjërat apo kur na dalin. Çfarë bëjmë që doktorët kanë një pikë mekanike afër, se po të kishim zgjidhur. Jo, ka dhe një problem tjetër. A kanë një kontroll vjetor, 6 mujor, nuk e di. Ka dhe një problem tjetër me popullsinë shqiptare dhe me ne shqiptarët në përgjithësi. Neve jemi mësuar që vetëm shëndetësia është falas, dhe duke e quajtur falas asnjëherë nuk pranojmë të paguajmë për një gjë që të shpëton jetën. Ka qenë në kohën e monizmit, po, dhe është një gabim, është mentalitet, nuk dua ta lidh fare me punën e qeverive, është mentaliteti shqiptarit. Pavarësisht se çfarë na rekomandojnë ose na thonë qeverit, neve kemi një mentalitet tonin. Dhe nëse makinën e çojmë rregullisht për kontroll, për vete nuk kontrollohemi, por megjithatë nuk kemi ngelur akoma në këtë pikë, sepse në klinikën e dermatologjisë në QSOT, ku unë jam mjeke, ekziston aparatura dhe të themi të drejtën ka një ndërgjegjësim dhe ne ndjehemi shumë të kënaqura që njerëzit e kanë kuptuar dhe kontrollojnë nishanet e tyre. Persona që kanë shumë ose edhe 1-2, ato që janë më të kujdesshëm dhe paraqiten në klinikën tonë. Është e rëndësishme të paraqitesh një herë, mjafton të kesh dokumentat dhe me të vërtet nuk paguan asgjë, sepse ato mbulohen nga sigurimet shëndetësore, dhe pastaj mjeku që bën ekzaminimin, ose mjeku që të kontrollon, e ka për detyrë, dhe unë jam shumë e sigurt që të gjitha doktoreshat në pavionin tonë bëjnë këtë punë, të rekomandojnë rikontrollin pas 6 muajsh. Dhe mbajtja në kontroll një herë në 6 muaj, kuptohet, mund të kesh 50 ose mund të kesh dhe 100 nishane, jo të gjithë, sepse ato mjeku zgjedh ato që i kap syri, që kanë pësuar ndryshime. Po se kapi syri mjeku, si t'ja bëjmë nëse? Ka aparaturë? Jo, mjeku i kap, sepse unë të thash ke të bësh me mjek specialist. Mjeku vendos të kontrollojë ato që i shikon me sy të lirë që janë problematik, ose që kanë pësuar ndryshime, ose ato që vetë pacienti thotë që ky më ka ndryshuar, dhe ne jemi të detyruar të kontrollojmë. Doktoresha, ju thatë që janë shtuar numrat.
me këtë lloj sëmundje. Kush janë faktorët, përveç faktorëve gjenetik dhe dielli? Ka ndonjë faktor tjetër? Faktori gjenetik ka ekzistuar gjithmonë dhe ai është, por faktor i rëndësishëm që ka ndryshuar dhe ka rritur numrin e melanomave në përgjithësi në të gjithë botën është ngrohja globale dhe është rrezatimi për kohë më të gjatë në diell, në këtë diell që është akoma më i rrezikshëm se ç'ishte 20-30 vjet përpara. Janë prishur filtrat. Patjetër. Dhe edhe krimi një edukate, një kulture jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, që tani më pushimet janë disa sezone në vit, janë ekspozimi në diell është shumë më i shtuar, por duhet të kuptojmë dhe një gjë, në qoftë se deri në vitet 60-70 njerëzit nuk kishin kaq të zhveshur sa që jemi neve sot dhe në jetën e përditshme, kjo ishte një gjë që i mbronte ata dhe nga rrezatimet, dhe nga këto lloj sëmundjesh. Ndërsa tani janë shtuar kaq shumë faktor, sa është e vështirë të vësh gishtin në përqendrim të madh. Po kjo nxirja që shkojmë me bëjmë në formë industriale në këto makineri. Është një ndër rrisqet që e ka ulur moshën e melanomës, moshën e të prekurit nga melanoma. Kjo është një dhe unë dua ta theksoj me të madh, është një problem shumë i madh që neve po mundohemi të gjithë mjekët dermatolog t'i vëm shumë theksin, ta trumbetojmë shumë. Stop nxirjes me aparatura, ose të paktën, sepse ato janë aparatura që janë prodhuar në të gjithë botën, duke përdorur kremrat që mbrojnë nga rrezet e dëmshme, ose duke i përdorur sepse ka dhe një tendencë të nxihen brenda ditës, ose brenda 2 ditëve. Është shumë më mirë nxirja natyrale. Në orët e para të mëngjesit rrezet nuk janë shumë të shëndetshme, nuk kanë absolutisht efekte anësore. Deri në orën 2-3 natës do çohemi në pikë Capao të marrim rrezet tash? Jo, flija dhe flija është një mënyrë. Kjo është një gjë, është një zgjidhje personale, por edhe në qoftë se do të rish, më mirë fli deri në 4 mbasdite dhe mos dil në ato orë. Janë shumë të rrezikshme. Janë shumë të rrezikshme. Deri nga ora 10 nuk është nevoja fare të vësh kremra. Fëmijët e vegjël si duhet i mbrojmë nga kjo sepse problemi më i madh. Edhe një pyetje më thënë çfarë, do bëj edhe unë një. Anulloj doktor Asha, nuk e qem si para. Mirë, u pa kaloj. Patjetër që për fëmijët e vegjël do fyste. Andikon tek nënat shtatzan dhe andikon që në momentin që fëmia është në barkun e nënës mund të ndikojnë rrezet e diellit. Dhe a bëhen shkaktare? Mund të quhen shkaktare? Shkaktare... Lëkura nuk është e ekspozuar, është vetëm e nënës. Lëkura e nënës është e ekspozuar. Neve kemi pasur një rast që dhe neve na është dukur shumë interesant dhe në literaturë hasej shumë rrallë. Një fëmijë nën moshën 1 vjeç, nuk e kishte bërë në 1 vjeç, dhe ai kishte një melanom në shputën e këmbës. Ishte një rast jashtëzakonisht i çuditshëm, është rasti i vetëm i diagnostikuar në Shqipëri, ishte një melanom. Pretendohet që këto melanocite, kjo lloj melanome, është trashëguar nga nëna, sepse në një fëmijë kaq, por në fakt nuk i është gjetur origjina, mënyra se si është formuar, por ky fëmijë nuk ishte i ekspozuar në diell. Dhe sado të ishte i ekspozuar në diell, nëna nuk referonte që fëmia kishte patur një nishan. Këtë dua të theksoj edhe një herë. Jo vetëm persona që kanë nishane, këto nishane mund të kthehen në melanoma. Melanoma mund të lindë edhe nga një lëkurë, edhe pas një nishan fare, nga një lëkurë fare normale, melanoma mund të formohet dhe aty. Lindë si një nishan, fillon zhvillohet dhe me njëherë shikon me një ecuri shumë të shpejtë se sa do të bënte një nishan normal, një nishan i lindur, mund të zhvillohet një melanom që sërish është dekepruese. Sa kohë duhet këtij nishani që të bëhet agresiv dhe rrezikshëm për jetën? Asnjëherë nuk ka një të themi një kohë të përcaktuar. A shpëton nëse ka herët? Kjo është shumë e rëndësishme dhe ne për këtë luftojmë, shpëton. Në qoftë se melanoma, sepse melanoma mund të jetë sipërfaqësore, por melanoma pastaj në qoftë se zhvillohet, në qoftë se nuk kapet në kohë, ka një natyrë, këto melanocite ka një natyrë për të përhapur në mënyrë të jashtëzakonshme shpejt dhe për të invaduar me anë të gjakut, sepse ajo është në shtresat e sipërme të lëkurës, ku ne kemi shpjeguar dhe herë të tjera që shtresat e sipërme nuk kanë në gjakut, dhe në qoftë se futen në dermë, në qoftë se ajo arrin të shtrihet, domethënë mund të shtrihet në sipërfaqe, po kur futet në thellësi, po arritjen e të gjakut, ajo atëherë është dekepruese. Metastazat e saj janë shumë të vrullshme, nuk kuptohen dhe ti mund ta kapësh si një tumor parësor, dhe pastaj e shikon, kur të shikohet në mikroskop, e shikon që ato janë melanocite. Dhe këto melanocite patjetër kanë ardhur në lëkura. Mund të kapen në hepar, kapen shpesh herë në kocka, kapen në tru, kapen shpesh herë në mushkri, domethënë invadon të gjitha organet e tjera të organizmit. Pra do thotë duhet të kontrollohemi të paktën një herë në 6 muaj të jemi brenda. Bëjmë një kontroll
ndodh një pjedestar. Personat që i kanë këto nishane, ndërsa personat e tjerë që kanë një dy, duhet të kontrollojnë vetën para pasqyrës ose mendimin e personave të afërt të familjes, dhe në qoftë se shikojnë ato ndryshime që tham, asimetri. Edhe rritja e numrit të nishaneve është edhe rritja e numrit është një tregues. Prandaj gjithmonë duhet të mbrohen persona që kanë rritje të numrit. Doktoresha, falemnderojmë shumë për prezencën në studio. Faleminderit. Ky muaj është muaj sensibilizimi, jo trembje. Duhet hequr një herë mirë nga mendja ai koncepti i gabuar që mos e prek nishanin, sepse do të bëhet i rrezikshëm. Jo, nishani duhet prekur në qoftë se mjeku ta rekomandon, të shpëton jetën. Unë për shembull vet kam hequr një nishan. Sa po e pash që filloj kishte absolutisht nuk ishte malign, po kishte filluar të ndryshonte, të regresonte, i themin, dhe unë e kam hequr dhe rri e qetë. Nuk ke pse të rish me frikën, kam një nishan që doktori më ka thënë ka ndryshuar, e heq, asaj bëhet biopsia dhe në biopsi kontrollohet. Ka kapur stres, ato është i rrezikshëm, jo, fli i qetë. Ndërsa në qoftë se po, mjeku dermatolog e ka për detyrë ta dërgoj tek onkologu, atje vazhdon trajtimi mëtejshëm. Doktoresha, faleminderit shumë dhe do takojmë sërish dhe herë të tjera sepse lëkura ka pafund. Ishte kënaqësi. Zonja e Zotri, kemi përfunduar këtu dhe bisedën, përfunduam dhe 2 orët që kishin dispozicion. Faleminderit gjithëve që na ndoqët, ja kalofshi sa më bukur.